Ish finalistja e Big Brother VIP Albania 1, Beniada Nishani, ka folur për herë të parë për mosmarrëveshjet me pagat në RTS gjatë një interviste në emisionin Goca dhe Gra. Ajo tregoi se ka përjetuar vështirësi financiare dhe ka vendosur të ndjekë çështjen ligjërisht. Përpara një mosmarrëveshjeje ose një padrejtësie, unë preferoj t'i lëj gjyrat në duar të ligjit, tha Nishani, duke shpjeguar se nuk kishte folur më parë publikisht për situatën. Ajo shtoi se ka pasur disa probleme me pagat dhe se disa pagjesa kanë ardhur, ndërsa të tjera po i presin ende. Beniada theksoi se disa moderator kanë zgjedhur të flasin publikisht për çështjet e ngjashme, por ajo vetë ka preferuar të mos komentojë ndërkohë që ishte në punë. Aso kohë isha në punë dhe thash një kontratë dhe s'ka nevojë të flas për një situatë që nuk e di çfarë po ndodh dhe çfarë do të ndodh, u shpreh ajo. Sipas Beniada Nishanit, avokati i saj po ndjek çështjen dhe situata e pagave ka qëndruar e paqartë për rreth 5-6 muaj. Ajo theksoi se besonte drejtësia dhe se çdo gjë do të zgjidhet përmes rrugës ligjore.